Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në rubrikën Women Zoom apo Fokus Gruaje, e cila në tre gjuhë kërkon të sjellë në vëmendjen e gjithë secilit prej jush zonja të cilat dëshirojnë të japin jetës së tyre kuptim krejt të veçantë në dimension nga zonjat e tjera dhe padyshim dëshirojnë që jeta e tyre, kontributi i tyre të merret në konsiderat edhe nga zonjat e tjera. Sot kam kënaqësinë të u bë me dije që e ftuar e ditës sotme është shkrimtarja e re Eva Caca, e cila ka një histori krejt të veçantë dhe sfundi ka shkruar edhe një libër, që është Anatomia e një vrasje. Është historia e saj në një nga burgjet greke. Por fillimisht, duke e falenderuar që pranoi këtë intervistë, do doja për të gjithë juve të bënte një prezantim zonja Eva Caca të jetës së saj. Kush është ajo? Së pari ju falenderoj. Ndihem e veçuar tek ai grupi grave që juve keni zgjedhur, sepse për mua është diçka e veçantë kjo që bëni. Gratë më shumë se kurrë kanë nevojë për rubrika të tilla dhe jo vetëm. Heshtja mund të jetë dhuna më e fortë për to, dhe unë mendoj që vetëm me zë mund ta vrasim këtë heshtje. Dhe përzemërsisht ju falenderoj për këtë që bëni. Le ta nxjerrin zërin të gjitha ato që kanë mundësi. Është kënaqësi se cila nga ju ka kontributin e saj, ka kontributin në familje, ka kontributin në shoqëri, pra është një kënaqësi profesionale. Është gjithmonë, sepse jo të gjitha gjërat mund të shihen, por kur ka mundësi dikush të kontribuojë me diçka në këtë prizëm, për mua është privilegj dhe ndihem vërtet shumë mirë. Nëse doni të mësoni për mua që normalisht këtu jam për këtë gjë sot, unë thjesht kam nisur të tregoj zërin tim, duke qenë që rruga më çoi në një histori që nuk e prisja, edhe pse e kam pasur një ëndër time që unë të shkruaja, ose më saktë shkruaja gjithë kohës, por nuk më ishte dhënë ajo dora kryesore, asaj momenti i dur nuk ishte ardhur që unë të dilja me diçka të botoja. Gjithmonë ndoshta duhet një arsye, duhet diçka që të t'japi shtys. Në këtë rast për mua nuk ka një ndodhi e bukur që më dha këtë kas ose këtë shtys, mund të them. Unë jam nga jugu, nga Tepelena, që kërkon sensibilitet. Juve keni në mënyrë të padrejtë keni bërë disa muaj burg në Greqi me një akuzë të paqëm dhe pastaj jeni liruar nga akuza. Megjithatë, kjo ju ka dhënë mundësinë të keni një eksperiencë shumë dramatike në burgjet greke dhe këtë eksperiencë dramatike e keni konvertuar fillimisht në këtë libër, po me siguri ky është libri i parë dhe ndoshta jo i fundit. Jo i fundit, sepse para më ndihmoi shumë lexuesi që me mënyrën se si e ka pritur këtë libër, që më saktë ndihem në thonjza e detyruar për të, sepse pas kam detyrë që unë t'i jap lexuesit dhe kjo gjë më ka bërë që më ka shtytur dhe më jep pa të dorën që unë të dal dhe me të tjerë. Unë nisa thjesht për të treguar diçka për veten, unë jam nga Tepelena. Nuk ka pasur lidhje me studimet e mia kjo që bëj sot, thjesht ka qenë dhuntie ime apo dëshirë. Jeta më ka sjellë pak, kam thënë disa herë të tjera, më ka sjellë pak malore, por faktikisht qëllimi im është që të tregoj apo të jap mesazhe se si unë jam ringritur, se si jam këtu, nuk është qëllimi atje. Pra qëllimi është se si unë arrita këtyre dhimbjeve, këtyre padrejtësive t'ia dal dhe të paktën të mos arrin ata që u munduan të më bëjnë kaq keq, të më bëjnë si veten. Për mua kjo është një nga nuk e di se kam pasur mision, po kur e di që e kam arritur këtë gjë ndihem shumë mirë. Pra duaj që me të gjitha këto ndodhi që po ju jep juve një akses të pse jo të konsiderueshëm me lexuesit. Ju po vazhdoni ta promovoni në takime me intelektual, i fundit ishte në Durrës, mos gaboj. Unë ju kam njohur. Po, isha ftuar nga Bashkia e Durrësit. Po, unë ju falenderoj të gjithë. Promovim me zonjën Sevim Arbana në shoqata në dobi të gruas, aty u njoh, aty mora librin tuaj. Dhe dëgjova edhe për historinë tuaj, cilën e kam përdorur edhe në komentet e mia publike, sepse padyshim ka nevojë për vëmendje, po themi të shtypit, ka nevojë për vëmendje të shtetit, ajo që ju ka ndodhur ju. Po ju kaloni përtek saj me librin tuaj, sillni një dramë të një zonje në burgjet greke apo jo? E cila ishte për vrasje. Kjo ishte diçka që unë kur jam ndodhur në ato ditë, që besoj se tashmë dëgjuesi apo shikuesi apo të gjithë ata që na ndjekin e kanë mësuar, tashmë jo të gjithë, po e kanë mësuar se si ndodhi historia. Nuk dua të kapem vetëm atë histori, për faktin se tashmë unë
e kam përdorur këtë, sepse e ka përdorur për mirë. Nuk ka lidhje se çfarë ishte ngjarja, ideja çfarë bëjmë atë që ndodh, pra për si do ta përdorim. Me këtë padrejtësi që mua më zhvër dhe jo vetëm, ajo që unë dua ta nxjerr nuk është ajo sepse mua do më shpëtoj dikush, as mediat dhe as njerëzit që do më dëgjojnë dhe nuk janë po këtu për keqardhje. Nëse do të ishte dikush që ndihmonte, besoj se është dikush tjetër. Por dua di që me këtë do prek dhe do ndihmoj sa do pak të gjithë, sepse nuk e di se sa nga shqiptarët kanë vuajtur ngjarje të tilla apo pasoja të tilla të këtyre padrejtësive që janë bërë bashkëdhetarëve tanë kudo që janë, sidomos në Greqi. Dhe duke ditur që aty kishte edhe persona të tjerë që vuanin këtë gjë, pra unë gjeta në atë mënyrë aty të papritur, më duk sikur ne dim që vetëm Zoti sjell të papritura në këtë, por që ja që të sjell edhe njerëzimi. Unë gjeta aty në një mënyrë që nuk e perceptoja, nuk e kisha. Unë e them ndonjëherë me të qeshur, nëse njerëzit do të ishin si unë, Ministria e Drejtësisë do të ishte mbyllur, që do të thotë do të kishte punonjës, sepse në përgjithësi jam një person që mua më pëlqen të jemi pro ligjit, madje shumë herë më thonë që ti duket sikur i prodhon ligjet, sepse edhe pa i lexuar ato jap një mendim. Pra ju kishin dënuar pa prezencën tuaj apo jo? Po, unë isha e dënuar aty për plot 8 vite. Për një ngjarje që jo vetëm unë se kisha bërë, po nëse e kam kuptuar saktë, sepse diçka të saktë fare nuk kam, mendoj se ngjarja as nuk ishte ndodhur. Do të thotë thjesht me thashë them të një personi duke më përshkruar ngjarjen, një grua në një makinë gri ka kaluar këtu dhe kemi parë dhe është parë dyshim dhe ata e bën paketë dhe e quajtën çështje të mbyllur. Dhe vetë ata më kanë dhënë pafajsinë sepse nuk ishin se si çfarë më mbanin ndryshe. Por që të vije kush ka kaluar në ato dyert, e kam thënë shpesh herë, që të gjendesh në ato dyert, normalisht vetëm ata që e kanë kaluar e din mirë se ç'do të thotë. Ajo derë vetëm hapet për të futur brenda, nuk hapet për të dalë. Dhe del me thonjë, del nga dheu, nuk e di se si del. Dhe unë ato që pash aty, historitë që pash aty brenda, më dukeshin sepse mua më duk sikur historia ime ishte film e kaluar filmit, se e thoja pa pushim, kjo gjë ndodh vetëm për filma, nuk mund të jetë e vërtet. Mirë po aty pash histori që ishin nga më të ndryshmet. Dhe kur dëgjoja të atyre bëja sikur harroja edhe të timen. Dhe kjo është dhe historia e Besmirët që ju e treguat në librin. Një grua që ajo më tronditi më shumë sepse aty isha duke u mërzitur apo më saktë isha e zemëruar me Greqinë, më duk sikur u zemërova më shumë me Shqipërinë. Pash që ne kishim aty histori shumë të forta që dalin nga ne këtu, që jemi të pambrojtur, që jemi nuk do të kapem vetëm tek femrat edhe pse rubrika juaj përqendrohet aty. Ka shumë dhunë, gjithandej ka shumë dhunë. Nuk e kuptoj çfarë ndodh, pra nuk e kuptoj. E kuptojmë ne të gjithë se shohim pasojat. Vetëm se kemi kuptuar një gjë që se për mua dhuna është krimi i parandaluar, i paralajmëruar, më falni. Thjesht të gjykohet mbasi është kryer. Se të gjithë e dim, në çdo familje që ka dhunë, ne e dim që një ditë do të vi krim apo jo, sepse është kjo po na tregon. Dhe ajo më bëri mua që aty ta marr këtë histori dhe ta filloj ta shkruaj, ndoshta unë aty nuk shkruajta për ta botuar, po mendoja se si do t'i shkruaj këtë histori, dhe nuk shkruajta një, shkruajta disa, i hodha në letër, edhe pse kisha shumë vështirësi për t'i shkruar. Historia e saj ishte aq e tmerrshme sa të bën të reflektosh. Dhe mendoj gjithmonë sikur ky zë, kjo histori të shkojë në sa më shumë persona të jetë mundur, që të reflektoj qoftë edhe një i vetëm, mua më duket sikur e kam arritur atë misionin tim. Padyshim, dhe me sa shoh unë ti e ke realizuar një pjesë, sepse libri po ecë. Po, edhe pse libri është boll i fortë, sipas disa lexuesve interesante, kështu që edhe historia është dramatike, është tragjike dhe kërkon vëmendje. Po, është mirëpritur që jam shumë falënderuese se unë nuk e prisja këtë, nuk isha e përgatitur për këtë lloj pritje të librit. Libri është shkruar në këtë mënyrë që si do thotë edhe 3 herë kopje që kam bërë nga mbrapa, kam bërë gjithmonë me 200 me 300 duke menduar që edhe këto se do plotësohet lexuesi. Mua më vjen mirë që nuk u plotësokan dhe dashkan të gjithë, do të jem këtu për ta edhe me shkrime të tjera. Por unë duaj që të mundohemi thjesht të thyejmë heshtjen të gjithë. Të kuptohemi ajo që ndodh, ajo që ne kemi që akoma vazhdojmë të selektojmë. Që tek abortet selektive, që tek akoma vazhdojmë të duajmë, jo se është, pra japim pushtet se është djalë dhe i heqim pushtetin vetëm se është e bëjmë të vuaj, vetëm se është vajzë. Si të dalim nga kjo, se ta kuptojmë si thjesht njeri dhe nuk është grua. E aq më tepër pse mos t'u japim duart apo dorën këtyre grave që kanë mundësi të japin, kanë plot mundësi të japin.
Që unë prandaj me të vërtetë e përgëzoj rubrikën tuaj. Keni kapur temën më kryesore, edhe pse ne po mundohemi të ngrihem. Ne po shkulim, ne po mundohemi të ringrihemi me të gjitha mënyrat, sado që ne po sulmohemi, ku dëgjoj se ç'po bëjmë, ne po mundohemi me të gjitha mënyrat. Unë i përgëzoj gjitha ato që nuk patën mundësi ta thonë, unë jam këtu për to. Dhe do t'jepja mesazhe pafund. Unë kam shkruar edhe diçka tjetër atje. E shkruaja ato ditë, disa teknika që unë përdora, se si të ringrihesha, si të shpëtoja nga këto. Më ka dhënë jeta disa herë malore, e them unë, që t'ja dal vetë, të ringrihem, që të ringrihem disa herë, pra më është dashur që të vetë shërohem disa herë. Të gjitha këto teknika unë i kam shkruar. Nuk i kam shkruar këto që të bëhesha një shkrimtare e njohur dhe as për të bërë të nxjerr fitime. Këtë e kam shkruar për të ndihmuar. Dhe sapo ta kem gati, madje kjo do të jetë dhuratë e lexuesve të mi. Pra, pas librave që unë do të nxjerr, se unë do të vi me librin tim. Në Greqi, është shpërndar në Greqi ky, s'është vetëm te disa është jo, është vetëm për shqiptarët, sepse unë për momentin se kam pasur gjitha mundësitë që kjo të përkthehet, edhe pse ky duhet, nuk e di nëse do ishte fjalë dur të them, po tu jepet në fytyrë atyre njerëzve. Tu jepet në fytyrë atyre njerëzve, por ata nuk do të merreshin me këtë libër. Ajo që atyre do t'i zbulonte pak do të ishte libri im. Historia ime është, unë kam hedhur detaje brenda, që do të thotë, ju do t'ju vi sepse vjen së shpejti vetëm nga historinë tënde tani. Po, unë e kam shkruar, po tashmë e ka redaktoria në dorë dhe do të jetë që të vi një libër ta meritoj edhe lexuesi atë që do të marri, që të jetë më prestigjioz. Pra, aty është historia e detajuar, ka të gjitha çfarë ndodhin ato burgje që të gjithë ata që kalojnë aty nuk i tregojnë dhe këtë nuk i tregojnë, unë mendoj kështu. Nuk i tregojnë sepse duke qenë që ndihen pak në faj dhe mendojnë që e meritojnë. Unë nuk i harroj disa shprehje aty disa grave që unë i thoja për disa veprime që pse e bën këtë, kupton? Nuk ishte një arsye për një veprim çado që të ishte. Dhe thoshte që po burgës, pse grindeni, pse vriteni? Po burgës thoshte me fjalë kështu, çfarë di ti, burg patjetër këto ndodhin, pra e kishin pranuar. Të drejtat dhe burgosurve janë standarde europiane, vendet si. Në mirë, po janë i kanë të panjohura, pra ato që janë niveli që është aty, nuk i kanë të njohura, ato nuk i njohin këto të drejta. Dhe ajo që mua më çmendte ishte mënyra që aty trajtohej edhe fantazma që ato e besonin, 99% e tyre besonin që kishte fantazma brenda. Normalisht ata trajtonin që çfarë pat ju mbrëm, pra që do të thotë kjo është një përbuzje për gjithë. Aty ka gjëra që unë e di që atyre do t'u bjerë rënd, pra shtetit grek do t'i bjerë zota tretit dot. Se është e patretshme kjo gjë. Se shumë gjë. E vërteta gjithë. Po që unë mendoj se e vërteta. Pastaj duhen të dëgjojë palët e tjera. Okej, atëherë juve keni filluar një rrugë shkrimtare, unë ja uroj me shumë suksese, sepse do sillni vlera për shoqërinë. Keni një libër tashmë që e keni realizuar, të gjithë mund ta gjejnë në libraritë. Po se në të gjitha libraritë. Apo dhe online, besoj në këto Amazon. Po, është dhe online patjetër. Dhe jeni duke shkruar jetën tuaj, duke sjell edhe këtë eksperiencën, po themi dramatike që jeni dëshkuar, dënuar pa prezencën tuaj, pa u dëgjuar dhe jeni deklaruar e pa fajshme pastaj. Kjo është një histori tjetër, po aq e rëndësishme, po mos harroni të lexoni, të nderuar teleshikues të Vartunura Channel, sepse nga jemi gazetar televiziv na vjen kështu, anatominë e një vrasjeje për të kuptuar se pse arrin njeriu të bëhet vrasës, sepse askush nuk është përgjegjës në 100% për atë që bën. Por përgjegjësia ndahet me familjen, ndahet me shoqërinë, ndahet me shtetin dhe për të kuptuar, është një fjalë urtë italiane, proverbi italian që thotë comprendere e perdonare. Për të kuptuar është të falësh. Duhet të arrijmë të kuptojmë edhe të falim. Kështu që zonja Eva Caca ka filluar një karrierë mjaft interesante me një libër dhe është duke shkruar librin e tjetër të saj, historinë e saj në Greqi, që padyshim duhet lexuar dhe duhet të shpërndar se jo dhe nga institucionet shtetërore, që edhe Greqia, për sa tregon historia e kësaj zonje, të marrë përgjegjësitë e saj, sepse mund të bëhet histori e shumë zonjave të tjera. Pra, ky është dhe synimi i shkrimtarit, i autorit, i zonjës në fjalë. Unë ju falenderoj edhe ju uroj punë të mbarë. Sot në Barcelonë, nesër në Tiranë, pas nesër diku me librin tuaj. Edhe sot në Barcelonë, i përshëndes kush na ndjekin, sepse edhe këtu sot jam po me shqiptarët që ndodhen në Barcelonë dhe do të jemi në një
kemi organizuar Promovim diçka të të librit, bukur, shumë bukur. po një promovim të librit. Tani unë do të jem krah tyre kudo që të jetë e mundur. Kështu që le të dalim në këtë pyetjen që unë kam të libri, a lind njeriu vrasës apo bëhet? Jo, bëhet sigurisht. Duhet të ndihmojmë që të mos bëhet askush. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Dhe Faleminderit shumë, sigurisht shumë respekt. suksese në mënyrën Faleminderit. të shkruarit. Faleminderit dhe ju që na ndoqët në rubrikën Women Zoom, Fokus Grua. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.